Kina publikon librin e bardhë, ndërtimi një sistemi më të drejtë të qeverisjes globale. Përmes publikimit të librit të bardhë, Kina synon të nxjisë konsensus më të gjerë brenda bashkësisë ndërkombëtare për të siguruar një qasje më efektive ndaj sfidave globale, për të përshpejtuar ndërtimin e një sistemi të qeverisjes globale më të drejtë dhe të barabartë. Sipas librit të bardhë, të gjitha vendet duhet ta mbështesin me vendosmëri sistemin ndërkombëtar me OKB në thelb, të mbrojnë rendin ndërkombëtar të bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe të përkrahin normat themelore që rregullojnë marrëdhëniet ndërkombëtare e që ka në thelb qëllimet dhe parimet e kartës së OKB-s. Në një konferencë shtypi ku paraqit ky libër i bardhë, ministri i jashtëm i Kinës, Wang Yi, bëri thirrje për përmbushjen e detyrimeve sipas kartës së Kombeve të Bashkuara, duke mbështetur barazinë sovrane, duke ju përmbajtur sundimin ndërkombëtar të ligjit dhe duke kundërshtuar politikën e forcës dhe aktet e ngacmimit përballë sfidave globale në zhvillim. Ai gjithashtu theksoi nevojën për të rigjallëruar multilateralizmin, për të përmbushur rregullat dhe sundimin e ligjit, si dhe për të përmirësuar kapacitetin qeverisës, ndërsa bota po hyn në një periudhë të re turbullirash dhe transformimi.